Ndërkohë, zoti Meta gjatë ditës para disa ditësh ka bërë një reagim ku thotë që tani fatmirësisht që Partia Demokratike rimori vulën, që i kishin rrëmbyer për 3 vite në zgjedhjet e ardhshme, Partia e Lirisë do garojë me siglën e saj të paktën në të gjitha këshillat bashkiake të Shqipërisë, do të provojë realisht fuqinë e saj. Ka një thyerje mes koalicionit me Partinë e Lirisë? Në mënyrë absolute jo. Unë e përshëndes zotin Meta dhe ndiem edhe si mik që kam ndiem shumë i keqardhur që nuk kam pasur shansin dhe mundësinë të atakoj në këtë periudhë, sepse është i burgosur i vetëm politik që nuk i lejohen takime përveç se njerëz të shtëpisë. Kjo është çështja e regjimit. Mund t'ju bëj me dije që zoti Meta në zgjedhjet e 2023-shit që ka qenë nga ata burra që i është gjendur kësaj partie, Partisë Demokratike, me logon, me vulën dhe me të gjitha. Dhe ne jemi më njohës atij. Edhe në zgjedhjet lokale të 2023-shit, pra zgjedhjet e shkuara, me zotin Meta kishim rënë dakord që ai të garonte për këshilla në vete dhe për kandidat mbështesë kandidatët tanë. Por në momentin e fundit, kur ne nuk gjetëm as i zgjidhje për të hyrë në zgjedhje, sepse na u rrëmbye me vendim apeli flamur ynë dhe logo edhe vula, jam detyruar t'i kërkoj në mesnat takim zotit Meta, i cili më ka pritur, dhe i kam kërkuar në emër të Partisë Demokratike dhe Sali Berishës që të mundësot në ndihmoj për të mundësuar Partinë Demokratike të hyjë në zgjedhje, se ishim do të zgjedhje. Dhe atëherë është detyruar dhe mbasi kishte prezantuar këshilltarët, të tërheq gjysmën e këshilltarëve dhe kemi bërë marrëveshje për këshilltarët dhe kemi ecur. Tani përsëri me zotin Meta dhe me Partinë e Lirisë dhe me aleatët do të kemi kandidatë të përbashkët, besoj në zgjedhje lokale, por për këshilla çdo kush duhet të kandidojë vete. Pra nuk ka një thyerje mes së aleancës. Marrëdhënia të shkëlqyera. Do ketë një rishikim dhe një vlerësim për partitë e reja që dolën në këto zgjedhje dhe morën një rezultat le themi për Shqipëria, bëhet dhe zotin Agron Shehaj me Partinë e Lirisë? Partitë e reja, siç e kam thënë unë, kanë dëmtuar pafund opozitën, po të hyjmë të bëjmë kalkulime, do shihni sa deputet i mungojnë opozitës për shkak se këto e kanë dëmtuar, pra kanë bërë një shërbim regjimit, por gjithsesi ata shpresoj që ta kenë lexuar këtë gjë, shpresoj që ta kuptojnë. Partia Demokratike u ka bërë thirrje edhe para zgjedhjeve që futeshin koalicion bashkë. Ata duhet vendosin, do jenë në opozitë apo do jenë patrica të regjimit. Çështja e tyre është. Ftesa për ta me të hapur. Vazhdon e hapur pa diskutim. Ndërkohë Agron Shehaj nuk e ka përjashtuar mundësinë e kandidimit të tij për Tiranën. Megjithas mund të ketë zgjedhje në Bashkinë e Tiranës. Partia Demokratike do e mbështeste një alternativë të tillë? Partia Demokratike apo do ketë kandidatin e saj? Partia Demokratike diskuton brenda vetes vet në mënyrë procedurale të gjithë hapat që ndiqen dhe pastaj diskuton me aleatët dhe del në përfundim. Zoti Shehaj sot nuk është aleat ynë. Kështu që unë për njerëz, për ato parti që nuk janë aleancë me ne, nuk kam çfarë gjykoj. Zoti Noga, një grup aktual të Partisë Demokratike deputetësh kanë kërkuar dorëheqjen e zotit Berisha. Keni ndjekur deklaratat e tyre? Jo, nuk kam ndjekur, me thënë drejtën, po kuptoj çdo njeri që është i dëshpëruar, kuptoj çdo njeri që është i mërzitur, është periudhë emotive, njerëzit kanë emocione, ndaj i mirë kuptojmë gjitha emocionet, ka dhe njerëz, sigurisht, ka dhe individ, deputet apo jo, të cilët kontrollohen dhe komandohen jo nga vetja dhe bëjnë deklarata të tilla, por janë të gjitha të mirë kuptueshme. Nga brenda Partisë Demokratike, deputet cilët i mendoni se janë të gjitha të mirë kuptueshme. Është periudhë që emocionet dominojnë. Po, do të merren në konsiderat çdo gjë në rast se do kishte zgjedhje në Shqipëri. Përballë një farse, të gjitha ata që kërkojnë fajin tek opozita janë në shërbim të regjimit. Absolutisht. Po vetë opozita, ka një vetë analizë për gjikabimet cilat mund të ketë kohën e vetë për të parë edhe defektet e veta opozita. Do të ketë kohën e vetë. Por ne jemi sot përballë një farse. Dhe përballë kësaj farse,
çdo kush që drejton gishtin te opozita është as më pak as më shumë ose mercenar, ose shërbëtor, ose sklav i regjimit. Megjithatë, zoti Noga, edhe opozita të paktën një gabim të thotë, një gabim po, në këtë gjë bëm gabim. Nuk mund të jetë gjithçka perfekte. Në fakt, në këto hapa që kemi ndjekur s'kemi bërë asnjë gabim. Po të kishim bërë gabim, do thëmë kemi bërë një gabim. Asnjë gabim. Sepse kemi matur çdo hap që kemi hedhur. Kemi patur konsulent dhe strategjist që na kanë qëndruar mbi kokë në çdo hap që kemi hedhur dhe në fund kemi bërë analizën, asnjë gabim nuk është hedhur në hapat tonë. Pra, faji është tek ai që vodhi dhe ai që zhvilloi farsën. Zoti Noga, ekziston si mundësi dorëheqja e zotit Berisha në momentet që flasim? Po shqyrtohet kjo miku im, po ju kujtoj që Edi Rama në fushat i kërkote njerëzve shqiptarëve më jepni shansin që pastaj të bëjmë opozitin që dua. E opozit që do Edi Rama, ta harroj. Pra, ta harrojmë edhe që zoti Berisha do japi dorëheqjen. Ta harrojmë opozitën që do Edi Rama. Po, zoti Berisha, unë, apo çdo kush nga ekipi drejtues i Partisë Demokratike. Zoti Rama mbase do këto opozit që e mund për disa vite rresht. Ma dëgjoj mua se nuk po të flas kot. Ke pasur edhe ti këtu erës që jam papagall tramës, më dëgjoj. Në rast të se në Shqipëri do të kishte zgjedhje të lira dhe demokratike dhe Partia Demokratike do të humbiste zgjedhjet, Sali Berisha i pari, unë i dyti dhe gjithë ekipi drejtues i kësaj partie do të jepte dorëheqje. Për sa kohë janë në Shqipëri ka patur një farsë zgjedhore dhe sipas jo vetëm opozitës tash, edhe OSBE-u dirit dhe tani edhe sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, kushtet e barbarta, presioni, farsa, patronazhimi, kriminalet, kartelet, gjitha shkatruan votën. Këtu nuk ka çfarë përgjegjësie duhet mbaj Sali Berisha. Po kërkoni që të mbaj përgjegjësi Sali Berisha se nuk ndërtoi disa kartele paralel me kartelet e Ramës. Po edhe zoti Basha se nuk ngriti një grup ta mëroj. Edhe në 2017 masakër zgjedhore. Se nuk ngriti një grup patronazhistët që të bënte luftën patronazhiste e Ramës. Si këtë po thoni ju? Jo zotëri. Qasja jonë është shkret demokratike dhe nuk kemi në qasje për ndërtuar një shtet mafios si që kanë këta dhe si që kanë ndërtuar. Jo, kartelet në Shqipëri nuk kemi kur ne për t'i pranuar ata dhe do t'i luftojmë deri në fund. Qoftë edhe pse jemi sot në opozit. Kjo është, nëse ky quhet faj, na quheni fajtor.